Në ndeshjen Ferizaj-Ballkani, minuta 17, në bazë të pamjeve nga 7 kamerat që kemi dhe në bazë të këndeve të pamjeve, shifet se dora e lojtarit me numër 34 është e hapur, pozitë jo natyrale, ku mundësia ka qenë që topi të vijë deri te bashkëlojtarët që kishin mundësi të shënojë gol. Pra, ne bazohemi në pamjet e kamerave tona që na ofron operatori. Ndërhyrje pa kontrolluar e lojtarit mbrojtës të Ferizajit me numër 22 bën ndërhyrje në lojtarin numër 10 të Ballkanit. Kjo ndërhyrje është jashtë zonës të 16 metrash, pra ndalje e aksionit premtues. Lojtari me numër 22 duhet të ndeshkohet me karton të verdhë dhe kemi gjujtje direkte për Ballkanin. Në këto raste, asistenti duhet t'i ndihmojë gjyqtarit kryesor, pra duhet të sinjalizojë lojë për faull. Shënohet gol nga Prishtina e Re, ku supozohet për një ndërhyrje nga lojtari i Prishtinës së Re me numër 92. Ku lojtari i Drenisës me numër 23 ndeshet aksidentalisht me lojtarin numër 92 të Prishtinës së Re. Vari kontrollon këtë situatë dhe me të drejtë ja konfirmon golin e rregullt. Ndeshja Dinamo Vështreja, minuta 47, penallti me të drejtë, një shtyre nga ana e portierit në lojtarin me numër 2 të Dinamos, pra penalltia me të drejtë, mungon masa ndeshkimore, kartoni i verdhë. Minuta 71, akordohet penallti për Vështrën, lojtari me numër 28 i Dinamos bën një ndërhyrje të rregullt në lojtarin me numër 20 dhe vari intervenon, kurse gjyqtari e anulon penalltin me të drejtë.